Përveç ideologjisë, frymës apo mesazhit që unë përcjell për koalicionin Euro-Atlantik, unë ndjej veten një zë i lirë. Një zë i lirë që thot me tërë forcën realitetin. Njerëzit janë të ndërgjegjësuar aq më shumë që kemi dhe diasporën nëse do menaxhohet si duhet, por mjafton që jemi zëri i lirë, me krah të lirë, dhe jo të diktuar nga kryetarët e partive. Jam frymë kritike për të gjithë ato që janë pengesë për këtë vend. Dhe unë gjithmonë kujtoj atë shprehjen dhe dritë e diturisë përpara do na shpjerë. Ku e kemi këtë dritë sot? Ajo është drita që të çon përpara, dhe të çon përpara me arsim, dhe të çon përpara me vetmohim, me përkushtim. Pra unë do jem një zë, një alternativë, një realitet, aq kohë sa ka mundësi.